Nëse ndonjëherë ke ndalur për të dëgjuar mendimet e tua, ndoshta ke vërejtur diçka të çuditshme. Ato duket sikur shfaqen nga asgjëja, dhe megjithatë kanë fuqinë të dominojnë gjithçka, si një lumë që rrjedh pandalshëm. Mendimet mbajnë me vete imazhe, kujtime, shqetësime dhe biseda të brendshme. Por kush është ai që i dëgjon të gjitha këto? A jemi ne mendimet që na shfaqen, apo ekziston diçka përtej tyre, diçka që vëzhgon në heshtje? Kjo është një pyetje që filozofët, mendimtarët dhe studiuesit e shkencës e kanë kërkuar përgjatë gjithë historisë, që nga shkrimet e lashta vedike, që e përshkruajnë mendjen si një mjet, deri tek studimet moderne mbi vetëdijen dhe vëmendjen, një vërtet e përbashkët del në pa. Ne nuk jemi mendimet tona. Ato janë të përkohshme, si ret që kalojnë në qiell, ndërsa vetëdia jon është e gjerë dhe e paprekur, si vetë qielli. Kjo ide sfidon gjithçka që zakonisht besojmë për veten, që në rritje jemi mësuar të mendojmë se identiteti ynë është i lidhur ngushtë me atë që ndjejmë dhe mendojmë. Por nëse mendja na përcakton, si mund të çlirohemi nga ajo? Përgjigja qëndron në ndryshimin e këndvështrimit, në kuptimin se mendimet janë vetëm ngjarje kalimtare në mendje, si valet që përplasen në një det të thellë. Brenda nesh ekziston një qetësi më e thellë, një prani që nuk ndikohet nga ato mendime. Kush jemi ne, përtej zërit të mendimeve që dëgjojmë? Në këtë video, do të zbuloni se ekziston një paqe e thellë që pret jo jashtë jush, por brenda vetes. Mirë se vini në arkivin sekret, një udhëtim i qetë në heshtjen që vëzhgon. Mendimet na duken kaq të afërta, sa rrallë ndalemi për të pyetur çfarë janë ato në të vërtetë. Ato shfaqen pa ndërprerë, gjykojnë, planifikojnë, rikrijojnë të shkuarën, por si arrin të kenë kaq shumë ndikim mbi jetën tonë? Mendimi mund të shihet si zëri i brendshëm që rrëfen përvojën tonë. Ai na shoqëron vazhdimisht si një udhëzues i padukshëm, por shpesh nuk është i besueshëm. Ky zë është i përbërë nga besime, modele mendimi, frikëra dhe përvoja të kaluara që kemi grumbulluar gjatë jetës. Edhe pse është gjithmonë i pranishëm, ne rrallë kuptojmë se ai nuk është e vërteta absolute, por vetëm një interpretim i brendshëm i realitetit. Filozofë të mëdhenj dhe mësues shpirtëror kanë hulumtuar thellë në natyrën e mendimit. Ren Descartes formuloi shprehjen e famshme: mendoj, pra ekzistoj, por është të menduarit prova e vetme e ekzistencës sonë. Nga ana tjetër, mësuesi Eckhart Tolle dhe Buda theksojnë se mendimet janë mjete, jo zotërues, dhe liria e vërtet lind kur i shohim ato si ngjarje të përkohshme. Imagjino mendimet si një radio që luan pa pushim, ndonjëherë me muzikë frymëzuese, ndonjëherë me zhumë të pakëndshme. Ashtu si mund të ndryshosh stacionin apo ta fikësh radion, mund të mësosh të mos e identifikosh veten me atë zë të brendshëm. Kjo praktik fillon me vëzhgimin. Në vend që të humbasësh në mendime, mëso t'i dallosh ato si re që kalojnë në qiellin e vetëdijes, pa u kapur pas tyre apo pa i shtyr larg. Provo ta bësh këtë tani. Mbyll syt dhe dëgjo mendimet që shfaqen. Pyet veten, nga vijnë këto zëra, pse duken kaq urgjente? Do të vëresh se, megjithse mendimet janë të forta, ato nuk kanë substancë të vërtetë. Ato shfaqen, qëndrojnë për pak çaste dhe më pas zhduken. Ajo që mbetet, ajo që i dëgjon në heshtje, është vetëdia, thelbi i asaj që ne jemi vërtet. Ne nuk jemi zëri i vazhdueshëm në kokën tonë, por jemi ai që e dëgjon, që e vëzhgon dhe që më në fund zgjedh si të veprojë. Kur e kuptojmë këtë, bëjmë hapin e parë drejt çlirimit nga tirania e mendimit dhe fillojmë të përjetojmë një qetësi të brendshme. Atëherë, mendimi nuk është më një sundues, por bëhet një shërbëtor i dobishëm që mund të përdorim për të zgjidhur probleme, për të krijuar apo për të planifikuar, por pa lejuar që të na kontrollojë identitetin. Brenda nesh ekziston një hapësirë që është gjithmonë e qetë dhe e pandryshueshme. Kjo hapësirë nuk ndikohet nga stuhitë e mendimeve, dhe as nga emocionet që vinë e shkojnë.
Ajo është vetëdia e pastër, vëzhguesi që sheh gjithçka pa gjykim e pa ngjitje. Të kuptosh praninë e kësaj vetëdieje është fillimi i një transformimi të thellë të jetës sonë dhe të mënyrës se si e përjetojmë realitetin. Që nga kohët e lashta, mësuesit shpirtëror kanë mësuar mbi natyrën e vërtetë të vetëdijes. Në Bhagavad Gita, Krishna i thot Arjunës se ai nuk është trupi dhe as mendja, por vëzhguesi i përjetshëm që dëshmon çdo ngjarje të jetës. Në të njëjtën mënyrë, budizmi zen afton të ulemi në heshtje dhe të vëzhgojmë thjesht gjithçka që ndodh, pa u identifikuar me mendimet apo ndjenjat. Por pse është kaq e vështirë të dallojmë këtë vetëdije? Sepse mendja jon është mësuar që nga fëmijëria të besoj se jemi i mendimet tona. Kemi ndërtuar identitetin ton mbi etiketa të brendshme si jam i mençur, jam nervoz apo jam i shqetësuar, por këto nuk janë kush jemi vërtet. Janë thjesht pasqyrime të përkohshme që shfaqen në sipërfaqen e mendjes, ndërsa vetëdia që i vëzhgon mbetet e paprekur. Mendo një situatë ku je duke parë një film. Gjatë filmit përjeton emocione të forta, frikë, gëzim, trishtim, por në një nivel të thellë, ti e di që je ulur në një kinema, i ndar nga ekrani. Në të njëjtën mënyrë, vetëdia është si ai spektator që vëzhgon filmin e mendjes tënde, mendimet, ndjenjat dhe ngjarjet, pa u prekur prej tyre. Ky vëzhgues i heshtur është thelbi yt i vërtet, dhe të lidhesh me të do të thotë të zbulosh një paqe të thellë. Për të hyrë në këtë vetëdije, është e nevojshme të ngadalësosh ritmin. Mund ta provosh tani, mbyll syt dhe dëgjo. Mos u përpiq të kontrollosh mendimet. Thjesht vëzhgo gjithçka që shfaqet, një zë në sfond, një ndjenje, një kujtim. Vëre se ekziston një pjesë brenda teje që është e vetëdijshme për gjithçka që ndodh. Kjo vetëdije është ajo që je ti në thelb, ajo që vështron pa u përfshirë. Kur fillojmë të lidhemi me këtë prani të heshtur, zbulojmë se nuk kemi pse të luftojmë me mendimet. Nuk ka nevojë t'i shtypim apo t'i kontrollojmë. Thjesht duhet të qëndrojmë të vetëdijshëm për to. Me kalimin e kohës, kjo praktikë sjell një ndryshim rrënjësor. Ndalojmë së identifikuari me valët e mendjes dhe fillojmë të jetojmë nga një qendër më e qëndrueshme brenda vetes. Pavarësisht kaosit të botës së jashtme, brenda nesh ekziston një paqe që nuk zhduket kurrë. Sfida është të kujtojmë se ne jemi vëzhguesi, jo përmbajtja e asaj që vëzhgohet. Kur e kuptojmë dhe përjetojmë këtë të vërtet, hapim derën për një mënyrë të re të jetesës, të udhëhequr nga vetëdia e qetë, jo nga zhurma e mendimeve. Dëshira për të kontrolluar është një nga mashtrimet më të mëdha që mendja jonë na paraqet. Ne përpiqemi të formsojmë jetën, të dominojmë mendimet tona dhe të ndryshojmë situatat rreth nesh, duke besuar se kjo është rruga drejt lumturisë. Por sa më shumë që përpiqemi ta mbajmë këtë iluzion, aq më shumë ndjejmë lodhje dhe shqetësim. E vërteta është se liria e vërtet lind vetëm kur ndalojmë së luftuari për kontrollin mbi gjithçka. Kontrolli është një kurth i krijuar nga mendja, që na bën të mendojmë se mund të parashikojmë të ardhmen apo të ndryshojmë të kaluarën. Kjo krijon një ndjenje të re me sigurie, por jeta ndjek rregullat e saj. Ngjarjet ndodhin pa paralajmërim dhe njerëzit sillen ndryshe nga pritshmëritë tona. Kur nuk e pranojmë këtë, fillojmë të jetojmë në përplasje të vazhdueshme me realitetin, duke u përpjekur të kontrollojmë atë që është përtej fuqisë sonë. Imagjino se po mban një litar në një stuhi dhe po përpiqesh të ndryshosh drejtimin e erës. Sa më shumë forcë përdor, aq më shumë lodhesh dhe zhgënjehesh, sepse era nuk të bindet. Kjo është pamundësia e kontrollit, një betejë e pambarim me forca që janë përtej duarve tona. Shumë mësues shpirtëror kanë folur për këtë. Lao Tzu në Tao Te Ching na fton të heqim dorë nga rezistenca dhe të rjedhim me jetën. Ai na mëson se nëpërmjet pranimit dhe jo luftës, arrim në një gjendje natyrale harmonie. Edhe në traditat budiste gjem mësime të ngjashme.
vuajtja lind kur përpiqemi të mbajmë ose të ndryshojmë atë që është e përkohshme. Por si mund ta zbatojmë këtë në përditshmërinë tonë? Hapi i parë është të pranojmë se nuk mund të kontrollojmë gjithçka. Kjo nuk është dorëzim, por njohje e realitetit dhe veprim me mençuri brenda asaj që është në fuqinë tonë. Një mënyrë e thjeshtë për ta vënë këtë në praktik është të kujtosh një situatë të fundit që të ka shkaktuar stres apo ankth. Pyet veten, çfarë mund të bëj realisht në këtë rast? Çfarë është jashtë kontrollit tim? Kur fillon të dallosh çfarë është në dorën tënde dhe çfarë jo, ndjen një çlirim të menjëhershëm. Është si të lësh litarin në mes të stuhisë dhe t'i lejosh era të fryjnë pa të mbërthyer. Praktika e pranimit nuk do të thotë të heqësh dorë apo të bëhesh pasiv. Përkundrazi, do të thotë të përballesh me jetën ashtu siç është, pa u përpjekur ta shtrembërosh. Është të thuash, kjo po ndodh tani dhe është në rregull. Kjo nuk do të thotë se gjithçka është e këndshme, por se nuk e lufton më momentin. Me këtë qëndrim, lind qartësia dhe një mënyrë më e mençur për të vepruar. Pranimi është qelësi për të lënë mënjan tensionin e brendshëm dhe për të hyrë në një gjendje më të qetë mendore. Sa më shumë e praktikojmë këtë, aq më pak na kontrollojnë emocionet dhe mendimet. Në vend që të shpërthejmë apo të mbyllemi brenda vetes, fillojmë të reagojmë me maturi dhe ekuilibër. Kjo është fuqia e vërtetë, jo në dominimin e gjithçkaje, por në mënyrën si përballemi me të papriturat. E vërteta e madhe është kjo. Kontrolli është një iluzion që mendja krijon për të ndjerë siguri, por në momentin që e lëshojmë këtë iluzion, zbulojmë diçka shumë më të thellë, besimin. Një besim që jeta rrjedh sipas një ritmi natyror, dhe se brenda nesh ndodhet një qetësi që mund të përballojë gjithçka. Të lësh kontrollin nuk është dobësi, është mençuri dhe kuraj për të jetuar me zemër të hapur. Jeta funksionon sipas ligjeve të padukshme, sikur të ishte një mekanizëm i madh ku çdo ingranazh ka vendin e vet. Këto janë ligjet universale, forca delikate që jo vetëm drejtojnë universin fizik, por edhe ndërveprimet e vetëdijes dhe jetës sonë të brendshme. Kur fillojmë të kuptojmë këto ligje dhe të jetojmë në përputhje me to, ndjejmë se nuk po përballemi më me rrjedhën, por po notojmë bashkë me të. Një nga më të përfolurat prej këtyre ligjeve është ajo që njihet si ligji i tërheqjes. Sipas kësaj ideje, ne tërheqim në jetën tonë gjëra që janë në rezonancë me fokusin tonë mendor dhe emocional. Kur mendimet tona përqendrohen vazhdimisht në diçka, ne jo vetëm e risjellim atë në kujtesë, por krijojmë edhe një shtigje të fortë brenda trurit që e përforcon më tej këtë model të sjelljes. Kjo ide nuk është vetëm një koncept metafizik. Ajo ka mbështetje si në traditat shpirtërore të lashta, ashtu edhe në kërkimet moderne të neuroshkencës dhe psikologjisë. Truri ynë përshtatet me atë që mendojmë më shpesh, duke e bërë atë të ndjehet e vërtet, edhe kur është thjesht një mendim i përsëritur. Me fjalë të tjera, mendimet tona formsojnë realitetin ton të përditshëm përmes perceptimit dhe reagimit ton emocional ndaj tyre. Nëse jemi të zhytur në mendime negative, për shembull, nuk është vetëm humori që ndikohet, është gjithë mënyra se si e përjetojmë botën. Fillojmë të shohim pengesa kudo, të presim më të keqen dhe të ndjejmë një barë që na rëndon mbi supe. Por në të njëjtën mënyrë, kur zgjedhim të përqendrohemi në dritën, në mundësitë dhe në mirënjohjen, hapim një derë për një realitet krejt tjetër. Ndryshimi fillon me vetëdijen. Të jemi të vetëdijshëm për mendimet që ushqejmë çdo ditë është si të kthejmë timonin e një anije të madhe. Nuk ndodh menjëherë, por me kohë ajo ndryshon drejtim, dhe me këtë kthes ndryshon edhe cilësia e jetës sonë. Për këtë arsye, ligji i tërheqjes nuk është thjesht një mjet për të marrë atë që duam, por një thirrje për të pastruar mendimet dhe qëllimet tona më të thella. Kur fokusi ynë ndryshon, bota që përjetojmë transformohet.
Mendimet tona nuk janë thjesht pasqyrime të realitetit. Ato janë si furça me të cilat pikturojmë jetën tonë. Nëse zgjedhim të mbjellim mendime të dashurisë, mirëkuptimit dhe shpresës, realiteti ynë reflekton këto ngjyra. Nëse ushqim frikën, pasigurinë dhe pesimizmin, atëherë edhe bota jonë bëhet më e errët dhe më e ngushtë. Por kjo nuk është për të fajsuar veten për çdo mendim të padëshiruar që na kalon në mendje. Është e rëndësishme të kuptojmë se mendimet janë të shumta dhe të ndryshme. Ato vinë dhe ikin si errat. Ajo që ka rëndësi është me cilat mendime zgjedhim të lidhemi, cilat ushqejmë dhe cilave u japim më shumë energji. Aty qëndron forca jonë e vërtet. Për shembull, nëse një mendim negativ lind, nuk është nevoja ta luftojmë. Mund ta vëzhgojmë pa u identifikuar me të. Të shohim se ai është thjesht një formë energjie që ka ardhur, dhe me të njëjtën lehtësi do të largohet. Kjo mënyrë e të jetuarit nuk është pasivitet, është zgjuarsi e brendshme, që na lejon të ruajmë qetësinë në mes të stuhive të brendshme. Kjo vetëdije e qetë, kjo vëzhgueshmëri e butë, është si një spirancë që na mban të lidhur me të vërtetën tonë më të thellë. Ne nuk jemi ato mendime që vinë e ikin, as emocionet që na tronditin herë pas here. Jemi ajo hapësirë e qetë, e gjallë dhe gjithmonë e pranishme, që vëzhgon gjithçka pa u përlyer. Kur e kuptojmë këtë, fillojmë të jetojmë jo nga frika, por nga paqja dhe siguria e brendshme. Prandaj, nuk ka nevojë të kontrollosh çdo mendim apo të ndëshkosh veten për ndjenja të caktuara. Mjafton të qëndrosh zgjuar, të vëzhgosh dhe ngadalë të kthesh vëmendjen drejt asaj që të ndihmon të rritesh. Me kalimin e kohës, kjo bëhet një mënyrë e re e të jetuarit, jo më i shtyr nga mendimet, por i udhëhequr nga ndërgjegja. Nëse vazhdojmë të ushqejmë vetëdijen tonë me praninë e tanishme, do të zbulojmë se nuk kemi nevojë të luftojmë më me veten. Ka një lehtësim të thellë që vjen kur nuk përpiqemi më të jemi ndryshe nga që jemi. Në vend të përpjekjes për të përmirësuar vazhdimisht, mund të ndalemi dhe të shohim me dashamirësi atë që tashmë ekziston brenda nesh. Kjo nuk është dorëzim, është kthim në shtëpi. Kur jetojmë në këtë mënyrë, gjithçka që na ndodh bëhet pjesë e udhëtimit tonë. Edhe sfidat marrin një kuptim të ri. Ato nuk janë më pengesa për të shmangur, por ftesa për të zgjuar më shumë. Çdo vështirësi bëhet si një mësues i heshtur që na drejton drejt vetes sonë të thellë dhe të vërtetë. Dhe në këtë thellësi, ne nuk jemi të thyer, jemi të plot. A e ke vënë re ndonjëherë se momentet e qetësisë më të thellë vijnë pikërisht kur ndalojmë së rezistuari, kur nuk përpiqemi më të ndryshojmë çdo ndjesi apo mendim, por e pranojmë ashtu siç është. Në ato çaste, diçka e thellë hapet brenda nesh, një ndjenjë pranimi, një paqe që nuk varet nga asgjë jashtë nesh. Kjo është fuqia e ndërgjegjes së pranishme. Ajo nuk përpiqet të përmirësojë realitetin, ajo e ndriçon atë. Me praninë tonë, çdo përvojë, edhe ajo më e vështira, fillon të shkëlqejë me një dritë të re. Ne kuptojmë se nuk kemi nevojë të kontrollojmë jetën për ta dashur atë. Mjafton të jemi të pranishëm, dhe gjithçka fillon të ndryshojë nga brenda. Në këtë mënyrë, udhëtimi ynë bëhet më pak një përpjekje për të arritur diçka, dhe më shumë një rikujtim i asaj që jemi gjithmonë. Vetëdija e pastër që vëzhgon, pranon dhe përqafon jetën në të gjitha format e saj. Dhe kur jetojmë nga ky vend i brendshëm, çdo ditë bëhet një mundësi për të zbuluar qetësinë e vërtetë. Në rrugën e vetëdijes, kuptimi i thellë i lirisë nuk vjen nga largësia, por nga pranimi i plot i asaj që është. Kur ndalojmë së përpjekuri për të kontrolluar çdo aspekt të jetës, fillojmë të shohim se liria nuk është mungesa e përgjegjësisë, por fuqia për të zgjedhur pa u kapur nga frika dhe tensioni. Kjo liri e vërtet është një zgjedhje e vazhdueshme, një ritëm i brendshëm që na mbështet në çdo hap. Në vend që të luftojmë me atë që nuk mund të ndryshojmë, ne mund të mësojmë të lundrojmë me rrjedhën e jetës,
duke u bërë pjesë e saj në një mënyrë më të thellë dhe më të qetë. Kjo nuk do të thotë që heqim dorë nga ëndrat tona, por i ndjekim ato me një zemër të qetë dhe mendje të lirë, pa u tronditur nga pasiguria apo pritshmëritë. Çdo moment i vetëdijes është një mundësi për të zgjedhur paqen në vend të stresit, dashurinë në vend të frikës dhe pranimin në vend të rezistencës. Në këtë rrugëtim, mësojmë të shohim sfidat si pjesë të rrjedhës natyrore të jetës, jo si pengesa që duhet kapërcyer me dhunë. Ne bëhemi më fleksibël, më të hapur dhe më të lidhur me vetveten dhe botën rreth nesh. Në këtë mënyrë, jeta nuk është më një betejë për kontroll, por një vallëzim me ritmet e natyrës dhe universin. Kur pranojmë këtë, zemra jon hapet dhe ne jemi në gjendje të përjetojmë çdo moment me një qetësi të thellë dhe gëzim të pastër. Kjo është liria që kërkojmë, ajo që është gjithmonë brenda nesh, duke pritur që ta zgjerojmë me vetëdijen tonë.